Guido Polmaher ka rënë në dashuri të madhe me shqiptarët pas miqësisë me familjen Hoti nga rrugova e Hasit, e cila jeton në Gjermani dhe për këtë ka bërë edhe tatuazh të Shqiponjës në kokë. 2 vjet më parë, 37 vjeçari Polmaher nga qyteti i Landit Baden-Württemberg kishte bërë një tatuazh në faqe me Shqiponjën Kuqezi. Në atë tatuazh kishte vizatuar shkronjën A për Albania si shenjë ndërkombëtare e Shqipërisë dhe D për Deutschland si shenjë ndërkombëtare e Gjermanisë. E për vjetorin e 11 të pavarësisë dhe për fillimin e dytë të dekadës së shtetit të Kosovës, ky gjerman ka bërë një tjetër gjest. Ai e ka bërë tatuazh simbolin me duar të Shqiponjës në ballin e tij dhe ka shkruar Love Hoti, ku edhe ka shprehur dashurinë për familje nga Hasi i Rrugovës me mbiemrin Hoti. Gjestet e Guido Polmaher kanë tërhequr vëmendje të madhe jo vetëm në Gjermani, por edhe të shqiptarët, të cilët e kanë vlerësuar respektin dhe dashurinë e tij për kombin shqiptar. Përmes tatuazheve dhe simbolikës kuqezi, ai thotë se dëshiron të tregojë lidhjen e veçantë që ka krijuar me familjen Hoti dhe me kulturën shqiptare, të cilën e konsideron tashmë pjesë të jetës së tij.